trajtimin tuaj. Mos privilegjit që ju jepni ca e cave në kurrizët tjerëve, i mbatet pagat punëtorëve këtu, dhe ata gjishni me raport dhe atyre që i kishtë dhënë ju leje. Pse e bët këtë? Me këto paga do paguani ata që nuk dalin, me këto paga i dha djetën ushqimore atyre që nuk dalin, ju që rini në zyra, do merrni dhe ju djetën ushqimore. Bravo, mëshirë, korën e bukës ju dhanë, në kurrizët tjerëve. Nuk ju vjen turp për këtë, për ju thrasin të gjithë dhe për turp, dhe duhet ju vi turp. Kush nuk i vjen turp, është i nënstruar. Nënstrimi juaj nuk mjet në kufi. Jeni nënstruar për atë pak që ju japin, sikur nuk e meritoni. Çfarë keni që nuk e meritoni? Ndiqni urdhra? Çfarë ndiqni? Ndiqni logjikën? A jeni arsimuar për atë punë që bëni? A keni bërë një investim në jetën tuaj? A doni që investimi të kthehet mbrapsht e pasonin familjet tuaja? Ata po ju ulin pagat, asnjë nga ju se vazhdondet më. Keni deklaruar që 70% e punonjësve kanë me ju për 10 vjet. Por e vërteta është këtu prej para 10 vjetësh kanë qenë 3-4 mijë punonjës në fushë marinës. Dhe sot janë vetëm disa qindra. Pse vjen kjo? Pse? Pse po i trajtoni me dinjitet ju? Ky është dinjiteti që nga 3-4 mijë punonjës që kanë qenë në fushë, sot janë disa qindra. Bashkë me kontraktorët. Keni deklaruar që shpërndani bonusën. Po, shpërndani. Disa fish për zotrin tuaj dhe shumë pak për punojësin. Ky është trajtimi me dinjitet? Ky është familja madhe që ju deklaroni? Ku i ndani zotrin tuaj dhe shefat tuaj në përqindje shumë më të mëdha të bonusit dhe punojësit e fushës shumë më pak. Keni deklaruar që keni dhënë dhe tjetër ushqimore, 13.200 lekë. Akoma nuk e keni bërë. Pavarësisht se ka qenë kërkesa jonë, keni thënë që do jepni këtë muaj. 13.200 lekë që kemi kërkuar ne me kohë, mund të jepet këtë muaj, akoma nuk është dhënë. Megjithatë, cateringu juaj dhe banketet tuaja arrin $100.000. $100.000 merri zotëria juaj. Dhe deklaroni që trajtoni shqiptarët dhe punonjësit me dinjitet. Me çfarë dinjiteti? Me çfarë dinjiteti ku të banka këtu ngjitur, as kredi nuk marrin dot. Se kështu e keni kthyer këtë biznes. As kredi nuk po marrin dot. Shoqëria Bankers, përpara se ta merrnit ju, ka qenë një shoqëri elit, ku të gjithë ishim krenarë që punonin në Bankers. Sot e vjen turp që jeni pjesë të këtij biznesi. As kredi nuk marrin dot, ikni te banka aty shikoni. As kredi nuk merret dot këtu, se kështu e keni këtë ndisur ju. Shumë probleme të tjera që ka aty. Vazhdoni akoma dhe mashtroni dhe gënjeni rridhi hysyve punojësve. Statusin, akoma nuk jepni statusin. Thoni që ju trajtoni me dinjitet, ku në fakt i trajtoni të ndarë punojësit. Pagat i bëni preferenciale, duke i ndarë, në të nënështruar dhe jo. Nuk e parashikon kështu ligji. Po kështu doni ju që t'i mbani. Kështu e keni kthyer ju këtë biznes. Ne nuk do të ndalemi derisa dinjiteti në asotarve të shkojë atje ku duhet. Nuk do të ndalemi. Keni deklaruar që bëni dhe sigurim jetë. Pa dyshim, se shumë bizneset të tjera. Po në dallim nga shumë të tjerë, ajo që bëni ju është që ju e mirëni shërbimin gold, kurse punonjësit marrin shërbim të rajeve të dyta dhe të treta. Gold zotëria juaj që rinë për zyra. Gold se ju e keni riskun më të madh. Ju do të shëndeti më shumë. Ju që rinë me kondicioner aty. Nuk do të këtyre që janë në fushë marinës, që po mbyten nga gazi. Që infrastruktura aty është rënduar akoma dhe më shumë. Ka amortizim akoma dhe më të madh. Gold zotëria juaj dhe shefat tuaj dhe kategoria 2 dhe 3 të këtyre. Keni deklaruar